Kryeu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka reaguar në përfundim të protestës së opozitës para kryeministrisë. Në një postim në rrjetet sociale, Balla ka theksuar se kjo protest nuk solli asgjë të re nga fronti i së keqes dhe kryedemokrati Sali Berisha, të cilin e cilëson si keqbërës. Asgjë e re nga fronti i së keqes dhe keqbërësi Sali Berisha. Shpresoj që punonjësit e policisë të lënduar nga molotovët dhe mjetet lëndët e tjera të paligjshme të mos kenë dëmtime serioze, shkruan Balla. Pas kësaj, Balla ka reaguar sërish duke publikuar një video ku krahasonte fjalimin e Lulzim Bashës pas përfundimit të protestës dhe atë të Sali Berishës pas protestës së kësaj të shtune. I kundraliqëm, as e as arrestimet, as përpjekja për të intimiduar dhe friksuar njerëzit, nuk ka patur sukses, fundi i Edi Ramës është firmosur dhe mbulosur nga populli sot. Të përsërisësh të njëjtat gabime dhe të presësh një rezultat tjetër është vetë mashtrim politik, mashtrim edhe ndaj militantëve të shkret. Kush kishte dyshime për telenovelat e Lulit, besoj se është sqaruar për skenaristin dhe regjizorin, ka komentuar Balla.